Kush është ai që e tërheq nënën e tij me litar drejt xhennetit? Si është forma e vërtet e Xhibrilit a.s. Çka thot xhenazja kur e mbartin për në varr? Cili është njeriu më i dashur për shejtanin? Selamu aleikum. Aleikum selam, rahmetullah. Cili është njeriu më i dashur për shejtanin? Është ai njeri i cili prish midis një çiftit apo prish një mësyt apo një shkues. Ku ndodhet froni iblisit? Mbi ujë. Kush është ai që e tërheq nënën e tij me litar drejt xhennetit? Është fëmia i cili ka vdekur në bark të nënës ende pa me lindur dhe do ta kreh nënën e tij për litarin e kërthizës për në xhennet inshallah. Kur shfaqet pastërtia e gruas dhe burria e burrit? Në teshat e gruas shihet burrnia e burrit, në teshat e burrit shihet pastërtia e gruas. Cili është ai që e merr profeti për dorë? Ai që çdo mëngjes zgjohet dhe thot: "Jam i kënaqur që Zoti im është Allahu dhe feja ime është Islami dhe pejgamberi Muhammed është i dërguari im." Cila është duaja e pendimit apo sejidul istighfar? O Allah, ti je Zoti im dhe nuk ka Zot tjetër pos teje. Ti më ke krijuar dhe unë jam robi yt. Unë qëndroj në premtimin tënd dhe në sundimin tënd po aq sa mundem. Kërkoj mbrojtjen tënde për mua nga të këqijat të cilat i kam bërë vetë. E pranoj përpara teje mirësinë tënde dhe pranoj përpara teje veprat e mia të këqija. Prandaj më fal, se nuk ka kush që fal pos teje. Cilat janë 5 gjërat që e prishin zemrën? Gjithçka që është e tepërt. Pra, shoqërimi i tepërt i pa kontroll, ushqimi i tepërt i pa kontroll, gjumi i tepërt i pa kontroll, lidhja e zemrës tënde me dikë përpos Allahut dhe shpresat dhe dëshirat të tepërta të pa kontrolla. Si është zëri i Allahut dhe çfarë ndodh në qiell? Në moment që Allahu shpall shpalljen dhe flet krijesës së tij, bëhet një zë në qiellrat të larta sikur një zinxhir që krehet për guri. Dhe Xhibrili a.s. zbret me shpalljen dhe krijesat tjera e pyesin: "O Xhibril, a foli Zoti hak?" Dhe e tha hakun. Përgjigjet Xhibrili: "Po, foli Allahu Dhul Xhelal dhe e tha hak el hak dhe vetëm të vërtetën." Cila është duaja që mbron nga e keqja? O Allah, më mbron nga e keqja, të gjithë atë të cilën e din dhe ti atë të cilën e rregullon më së miri. Mbron të lutem se ti e mbrojtësi më i mirë. Si është forma e vërtet e Xhibrilit a.s. Pejgamberi sa me ka spjeguar pamjen e Xhibrilit a.s. duke thënë që me erdhi Xhibrili a.s. dhe më mbuloi krejt horizontin, krejt qiellin me 600 fletë dhe në lëvizjet e fletave të tij dhe në çdo cep të tyre kishte të thurur margaritar dhe gur të çmuar. Cila është kafsha që mund të dëmtojë me sy të keq? Transmetohet se është një lloj i qenit i cili ofrohet ndaj juve përderisa ju shehet duke hëngër dhe kërkon ushqim. Në këtë rast preferohet detyrimisht që të jepni diçka dhe të ushqeni edhe atë, për shkak se ka transmetime që ai mund t'ju shohë me një sy të keq. Për cilin person luten engjujt çdo mëngjes për shtim të riskut? Për personin i cili jep sadakan e tij pa ndërprerje. Cilat janë 4 gjëra që zbulojnë karakterin e njeriut? Nëse një njeri i papritmas bëhet i pasur, gjatë një udhëtimi të gjatë, për më njëherë nëse merr një pozitë të lartë, dhe nëse i ndodh një njeriu një fatkeqësi aty për aty. Në këto 4 raste e gjeni realitetin e brendshëm të një njeriu. Kush është ai që nuk i pranohet namazi për shumë kohë? Pejgamberi sa më thotë, është ai personi i cili rukun nuk e bën ruku e sejdën po, ose në të kundërtën sejdën jo e rukun po, pra nuk ka përkushtimin e tij në namaz. Çfarë thot xhenazja gjatë bartjes për në varr? Nëse është për njerëzve të mirë, thotë: "Nxitohuni dhe më sjellni shpejt në varrin tim." Nëse është nga njerëzit e këqij, lutet që mos të nxitoheni dhe të mbetet edhe pak në dynja. Të gjithë e dëgjojnë këtë zë përveç njeriu. Cilat janë 5 gjëra për cilat nuk duhet të flasësh para 5 njerëzve? Nuk bën të flasësh për prind përpara jetimit. Nuk bën të flasësh për fëmijë përpara atij i cili nuk ka fëmijë. Nuk bën të flasësh për pasuri përpara atij i cili është i varfër.
Dhe nuk bën të flasësh për shëndet përpara një të smurit, dhe nuk bën të flasësh për bamirësinë tënde dhe zemrën e gjerë që e ke përpara një njeriu që i ke dhënë ndonjëherë diçka. Cilat janë 5 persona nga të cilët duhet të ruhesh? Një udhëheqësit dhe sundimtarit nëse i afrohesh shumë. Një bujarit nëse e ofendon dhe nënshmon. Një të mençurit nëse e poshtron. Një të çmendurit nëse bën shaka me të. Dhe një të prishurit nëse shoqërohesh me të. Cila është gjëja më e shpejtë që shuan zemrimin e Allahut? Sadakaja e fshehur. Kush shpëton nga tmerret e ditës së gjykimit? Ai që vjen me një zemër të pastër. E çfarë është zemra e pastër? Është të besosh në Zotin, të jesh i lidhur për Zotin, në zemrën tënde mos fshehesh as urrëtie as zili. Kush do të flasë me Allahun në ditën e gjykimit? Të gjithë njerëzit dhe secili një nga një, sikur thot pejgamberi i Allahut, përveç atyre të cilët nuk i zun besë Zotit, ata do ta dëgjojnë, por nuk do ta shohin. Selamu alaikum. Aleikum selam wa rahmatullah.